Në ditën e administratës publike, kryeministri Edi Rama vlerësoi rolin e administratës shtetërore në funksionimin e institucioneve dhe në ofrimin e shërbimeve për qytetarët. Ai theksoi se profesionalizmi, integriteti dhe përgjegjësiria janë thelbësore për një administratë moderne, ndërsa ndaloi edhe tek sfidat si përmirësimi i shërbimeve, transparenca, digitalizimi dhe rritja e kapaciteteve profesionale. Transformimi i administratës është një proces jashtëzakonisht kompleks, jashtëzakonisht vështirë dhe i cili kërkon diçka që bota sot dhe për më tepër Shqipëria sot dhe shqiptarët sot e kanë gjithmonë e më pak. Kërkon kohë. Kërkon kohë sepse bëhet fjalë për krijimin e mekanizmave që lidhen me njerëz, me shumë njerëz. Nëse në administratën publike, ku gjendet edhe gjithë ai burim njerëzor që na ka mundësuar ecurinë shëmbullore me procesin e negociatave, ne kemi sot një kualitet të ri, në administratën shtetërore ne kemi sot një sfidë shumë të madhe përballë qytetarëve. Rama komentoi edhe protestën duke thënë se qeverisi intereson shqetësimi real i qytetarëve, ndërsa pjesën tjetër të tubimit e cilësoi si mbledhje të dështakëve të Shqipërisë. Duke qenë se jemi në një moment specifik, intensiv të rrugtimit tonë si shoqëri, më lejoni të sjell këtu një epizod nga shumë epizode që ne po mbledhim për të lexuar si duhet protestën e bulevardit, në atë pjesë të saj që ajo protest ka rëndësinë e vet themelore për ne, që është zëri dhe që janë shqetësimet reale të qytetarëve. Pra ajo që unë e quaj uji i pastër dhe i rrjedhshëm i protestës, nën atë korën e zezë të asaj që për fat keq është pjesa e zhurmshme dhe e dukshme ku janë mbledhur gjithë dështakët dhe zëmrakët e Shqipërisë.